Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Harrojeni farmacit, përdoreni qepën në këtë mënyrë dhe do trajtoni këto probleme shëndetësore. Qepa është një nga perimet më të lashta në të gjithë historinë e njerëzimit. Përdorimi i saj daton plot 3500 vjet më parë. Qepa kundër sëmundjeve kronike. Bashkë me shegët dhe çajin e malit, të cilat cilësohen si ushqimet më të shëndetshme për njeriun, qepa renditet ndër ushqimet më superiore, e cila mundet të jetë shumë e shëndetshme për njeriun. Qepa ka aftësi parandaluese, por njëkohësisht është e dobishme edhe në trajtimin e shumë sëmundjeve kronike, siç janë sëmundjet koronare, diabeti i tipit 2 e të tjerë. Qepa është e rëndësishme edhe kundër sëmundjeve të shkaktuara nga ushqimi dhe mikrobet. Qepa arrin që të parandalojë sëmundjet e zemrës dhe gjithashtu ta mbrojë atë shumë më mirë se produktet e tjera. Qepa ul kolesterolin, pengon forcimin e enëve të gjakut, i bën ato më elastike dhe njëkohësisht mirëmban tensionin e gjakut. Qepa kundër diabetit. Për fat të mirë, qepa ka edhe aftësinë që të ulë ndjeshëm nivelin e sheqerit në gjak, duke u bërë kështu një aleate e organizmit në betejën kundër diabetit të tipit 2 dhe mbi peshës. Sigurisht që qepa nuk mjafton që ju të keni peshën më të mirë trupore, por ajo ju vjen në ndihmë nëse konsumoni së paku një në ditë. Fal qepës zbehet dëmi i yndyrave dhe njëkohësisht i sheqernave. Ndaj, duke ngrënë qep, ju do të mirëmbani nivelin tuaj të sheqerit në gjak dhe njëkohësisht peshën tuaj trupore. Qepa është armiku i qelizave të dëmshme. Ekspertët e kanë rekomanduar një zëri qepën se njeriu duhet ta konsumojë të paktën atë një në ditë. Përfshiheni qepët në sallata, perime dhe në gatime të ndryshme. Ndonse përlotja nga qepa është diçka e paevitueshme, përfitimet e saj janë padyshim një nga dhuratat më të mira për organizmin. Qepa është një nga elementet bazë të gatimit dhe sigurisht trupi juaj merr shumë përfitime prej saj. Këtu ne do t'ju tregojmë se çfarë i ndodh trupit tuaj nëse hani më shumë qep se sa normalisht. Qepa përmirëson dendësinë tuaj kockore. Sado e çuditshme të tingëllojë, disa studime kanë zbuluar se konsumi i qepës mundet që të ketë një efekt pozitiv në dendësinë tuaj të kockave. Ngrënia e një qepe në ditë për një muaj rresht thuhet se rrit dendësinë e kockave me 5% në krahasim me ata të cilët nuk e hanë. Qepa ul nivelet e kolesterolit dhe e mban në zemrën tuaj më të shëndetshme. Të larta në veti antiinflamatore, qepët gjithashtu zvogëlojnë kolesterolin e keq, i cili është i pranishëm në trupin tuaj. Një nivel i ulët i kolesterolit gjithashtu zvogëlon rrezikun e sëmundjeve kardiovaskulare dhe nga ana tjetër e mban në zemrën tuaj më të shëndetshme. Qepa stimulon tretjen. Qepët janë plot me fibra të cilat përshpejtojnë tretjen e duhur në trupin tuaj. Përveç kësaj, ajo gjithashtu rrit prodhimin e baktereve të mira në zorrët tuaja, duke e bërë më të lehtë procesin e tretjes në trupin tuaj. Qepa gjithashtu zvogëlon dëmtimin e qelizave dhe rrit antioksidantët. Qepët janë shtëpia e 25 llojeve të ndryshme të antioksidantëve, të cilët janë të mirë për trupin tonë. Jo vetëm që antioksidantët na mbajnë larg sëmundjeve të caktuara, por ato gjithashtu parandalojnë edhe dëmtimin e qelizave. Qepa përmirëson shikimin dhe shëndetin tuaj oral. Qepët vrasin bakteret e këqija të cilat
janë të pranishme në gojën tuaj dhe përmirësojnë higjienën tuaj orale. Karakteristikat e tyre antimikrobike gjithashtu munden që të forcojnë dhëmbët tuaj. Ato gjithashtu përmbajnë quercetin, një substancë që lufton kataraktin dhe i mban sytë tuaj akoma edhe më të sigurt. Qepa ju ndihmon të flini mirë natën. Kërkimet e bëra nga Universiteti i Colorados sugjerojnë që konsumimi i qepëve mund të përmirësojë cilësinë tuaj të gjumit. Ato kanë fibra dietike të cilat promovojnë një shëndet të mirë të zorrëve dhe gjithashtu munden që të lehtësojnë edhe stresin. Qepa lufton plakjen dhe gjithashtu përmirëson lëkurën tuaj. Të pasura me vitaminën A, C dhe E, qepët munden që t'ju ndihmojnë të arrini lëkurën tuaj të përsosur me shkëlqimin që dëshironi. Ato gjithashtu zvogëlojnë edhe puçrat. Ndërkohë, qepa gjen përdorime të pafundme. Është një ndër ushqimet më të përdorura në kuzhinë por edhe në mjekësinë popullore. Qepët njihen si antibiotik natyral sepse janë të pasur me sulfur. Sipas të dhënave fal kësaj substance dhe jo vetëm, qepët e kanë aftësinë që të eliminojnë radikalet e lira por edhe të luftojnë sëmundjet kronike. Bllokimi i krahërorit. Prijeni qepën dhe shtypeni duke e përzierë me vaj ulliri aq sa të formohet një pastë e trashë. Me të fërkoni krahërorin dhe më pas mbulojeni me një peshqir. Aroma e lëshuar nga qepa do të zhbllokojë krahërorin tuaj nga të gjitha sekrecionet. Kolla. Çrojeni qepën dhe ndajeni në 2 pjesë të barabarta. Në secilën gjysmë hidhni një lugë çaji me sheqer kaf. Mbulojeni dhe lëreni të qëndrojë kështu për disa orë. Më pas ju mund ta hani qepën e karamelizuar 2 herë në ditë. Ajo do të zbusë kollën, do të luftojë inflamacionin dhe gjithashtu do të pastrojë organizmin. Kundër pickimit të insekteve. Qepa gjithashtu përdoret edhe kundër pickimit të insekteve dhe kundër inflamacionit. Mjafton që ju të përdorni lëng të freskët qepe në zonën e pickuar të lëkurës për të shuar irritimin. Të vjellat. Grihini qepën në një rende dhe më pas copat e imta futeni në një nap. Shtrydheni atë që të përfitoni lëngun. Nga ana tjetër përgatisni çajin energjiku. Çdo ditë konsumoni 2 lugë çaj me lëng qepe dhe pas 5 minutash 2 lugë çaj me çaj energjiku. Këtë kur duhet ta përsërisni derisa të vjellat tuaja të jenë larguar. Të djegurat e lehta. Aplikimi i lëngut të qepës në lëkurë gjithashtu ndihmon të djegurat e lehta dhe të atyre nga dielli. Ky lëng gjithashtu parandalon çdo infeksion të mundshëm. Fyti. Sipas të dhënave, lëkurat e qepëve mund t'i zini dhe njëkohësisht me lëngun e tyre mund të bëni gargar për të qetësuar fytin. Rënja e flokëve. Ziheni një qep dhe me ujin e saj shpëlajini flokët përpara se e t'i lani me shampo. Një gjë e tillë do të parandalojë rënjen e flokëve, do të eliminojë zbogthin dhe do të rrisë flokët. Mirëpo duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!